Nuk e bëj shpesh, por sot kam vendosur të ndaj me ju se çfarë bëj në një ditë të zakonshme në Zvicër. Sigurisht për mua gjumi është një sfidë dhe mëngjesin e adhuroj, megjithatë më duhet të zgjohem herët, të hap dritaret për ajër dhe të filloj të marr mëngjesin tim gjithmonë të balancuar dhe të ekuilibruar. Filloj të bëhem gati duke marrë parasysh që këtu nuk ka shumë dëngla, ndaj ti duhet të zgjedhësh veshje të rehatshme dhe komode. Melioran mbetet gjithmonë pjesë e rutinës time ditore për më shumë fokus, energji dhe pa diskutim për një humor të mirë. I lejoj vetes pak grim, i cili është minimalist, një lip balm. Kështu bëhem gati, marr tokenin tim i cili më jep akses për të futur në spital dhe për të gjitha ambientet atje dhe filloj të kontrolloj nëse çdo gjë e kam në rregull. Pasi jam siguruar që çdo gjë është në rregull, hipi në një ashensor të kohëve të fundit. Gjithmonë në thonjza, sepse gjithçka këtu ka një sistem të vjetër dhe ndonjëherë kuptoj se jam ankuar kot për disa gjëra që më duket sikur nuk i kam në Shqipëri. Pastaj dal rruga është disi e përpjetë, është kodrinore dhe që më ndihmon të bëj disi aktivitet fizik në mëngjes. Rruga më shkon rreth 15-20 minuta nga banesa dhe ja ku gjendet një godim 15 katëshe që quhet Spitali Civico i Luganos. Futem në zyrë, patjetër përpara se të filloj punën më duhet të marr një kafe, për mua kjo është shumë e rëndësishme, ndaj life begins after coffee. Mbarojnë punët dhe më në fund dalim nga puna dhe shkojmë të bëjmë një pauzë të vogël që është një drek dhe më duhet të bëj ecjen time të përditshme. Kështu përfitoj edhe për ta njohur qytetin, por edhe për ta ecur. Arrim në liçen, i cili është një mrekulli, të jep mundësinë të bësh brap, të vizitosh natyrën edhe gjithçka tjetër. Kthehemi në darkë për tova të gatuar, po ashtu për të shumë të laj edhe henët, ndaj i rash shkurt për të bërë një tas kosi me fruta. Patjetër nuk ka shumë kohë për të ndënjur, fillojmë punojmë në kompjuter ato që nuk arrit do të mbaronin në punë. Megjithatë, studimi kërkon kohë të bëhet, ndaj mua më duhet edhe pak paqe. Paqja është meditim, një ushtrim i frymëmarrjes dhe një gjumë i ëmbël.